Pritet pashmangëshmërisht shumë edhe për shkak të çmimeve për urbanizimin dhe për urbanistikën në Tiranë. Megjithatë, real estate nuk është vetëm kaq, fatkeqësisht. Janë ndërtuar lagje me nga 2-3.000 euro, 2.500-3.000 euro metri katror, por edhe këto lagje kaq luksoze me 4L, prap nuk po ofrojnë për qytetarët shërbimet jashtë derës banesës tyre. Që është pjesa për cilën realisht paguajmë taksat. Po. Çfarë ndodh në aspektin urbanistik? A mund të presim vetëm nga ndërtuesit që të ndërtojnë rrugicat e brendshme dhe më pas dalim në Kandahar kur largohemi nga këto rezidencat, nga këto lagjet? Përshkrimi është i saktë, pra jemi shumë të krahasohemi shumë me Kandaharin. Çfarë bëjnë? Ndërtuesit paguajnë taksën e infrastrukturës. Kanë atë 8% e famshëm dhe nuk merren përtej pallatit vet. Po themi ndërtuesi, mirë, e paguan konsumatorin në fund, po themi ndërtuesi. Tani takon qeverisjes lokale dhe kombëtare të bëjë infrastrukturë, nuk mund të bëjë ndërtuesi kopshte, çer dhe rrugë e kështu me radhë. Un kam shumë prona në shitje tani që trajtojmë ne, që kur përfundojnë dalin luksoze, po aty poshtë të mbyt pluri, s'ka parkim, me zihyne e del, pra stresohesh. Ti duke paguar një shumë që nuk duhet të ofroj vetëm streh, vetëm banes, po duhet të ofroj cilësi jetese. Sigur se kemi kaluar nga koncepti ndërtimit e koncepti i zhvillimit, pra thuhet zhvillues, jo vetëm ndërtues, jo vetëm llaçetulla, pra ndërtuesi zhvillon gjithë zonën aty. Edhe ne kur blejmë nuk blejmë vetëm pronën, unë them ne blejmë aksesin, pronën po blejmë komshiun, blejmë hapësirat e përbashkëta. Në vendet e zhvilluara kur ti blej një pronë, njerëzit tonë sa afër është stacioni metros, ku është shkolla për fëmijë, ku është parku ku ndoshtis, që janin pra cilësi jetesës nuk është vetëm banesa. Ne kemi një fokus të tepruar tani vetëm ndërtim, thuati se ndërtimi do na lumturoj. Dhe ke këtë kontrastin e madh, hyn në pallatet e reja dhe ndërtuesit shqiptar e kanë përmirësuar shumë cilësinë e ndërtimit. Me thënë të drejtën, hyn, është super luks, është si ato pallatet e sultanëve, del aty jashtë, pastaj fillon të pinë pluri, kanalet e pambyllura, kanalet e ujrave të zeza, po flisem me ndërtues për shkak pastaj çajnë rrugë për internetin. Lari ato, pastaj zorrët varur të internetit. Flisem me ndërtues që kishte ndërtuar diku në zonën e porcelanit dhe tha qeverisja lokale nuk ka llogaritur ku do derdhin murat e zeza. Lidhemi këtu atje matan, që është një bom me sahat, dikur do shpërthej dhe ne nga kjo prona e shtrenjtë do nuhasim aromat pakëndshme. Ky 8% që përmendë vetëm për 2024 është 143 milion euro. Sa është për 2025? Kam përshtypjen që është mbi 300 milion euro. Për 2025? Po. Sepse janë këto kullat, pra është 8% që tyre, që ndodhë, unë nuk e di me përqindje, po një zë të rëndësishëm në buxhetin e Bashkisë Tiranë sot los 8%. Nuk e di është 30%, a 20, apo ka vajt 50%. Pra ti ke 50%. Ja, zotria di sakt akoma. Pra ti nga një zë taksimi, ti merë 50% buxhetit. E para një nuk është e shëndetshme, unë jam ekonomist, por nuk është e shëndetshme, sepse ndërtimi do mbarojnë nesër, ti ku do t'i gjesh lekët? Metrat katror mbarojnë. Mbarojnë, po ne nuk mund ndërtojmë pambarimisht, ne sot kemi 60.000 apartamente bosh në Tiranë, mos temi 70.000. Ne po shkojmë si ai treni pa timonier fare, jemi duke shkuar drejt krizës në imobiliare. Tani, kam një pyetje për ju, zoti Shkëmbi, në këtë aspekt. Ata që po blenë aktualisht, ata që janë më të interesuarit, a janë qytetarë që vinë nga rrethet e tjera të Shqipërisë, pra kush po blenë tani në Tiranë dhe çfarë kërkesash kanë specifike? Çfarë kemi ne, Flavio? Ne kemi që prindrit në të gjitha rrethet e Shqipërisë, blerjen e një prone në Tiranë e konceptojnë si policë sigurie. E kanë siguri për fëmijët, sepse në rrethe nuk ka të ardhme, nuk ka biznes, nuk ka punësim, që ti thuash, ok, fëmija ime do mbaroj shkollën e lartë në Tiranë dhe do vi në rrethin Fjer, Kuçov, nga Jamun, Kukës, nuk ka rëndësi, do punësot, do ndërtoj jetën. Nuk ekziston kjo infrastrukturë që ta mbështesi fëmijën e tij. Kështu që të gjithë duan të sillin fëmijët në Tiranë. Pra ne kemi gjithë kursimet e shqiptarëve vinë në Tiranë për të bler pallate. Blejnë emigrantët se thonë ta kem një shtëpi në Tiranë se si dihet, ata që s'kan dokumenta, ndoshta kthen pension, një pjesë emigrante mund të kenë lek kesh, nuk kthen për lekët e papastër, po punojnë kamarier lart e poshtë, kanë mbledhur ca lek kesh, investojnë në Shqipëri. Dhe unë them, fillon investon pallate berberi, fermeri, kushdo që kursen ca lek në Shqipëri tani, kemi edhe këtë zën tjetër ka mësuar spekulimin.
Spekulim do thot, i ble me 700-800 euro metri katror në ndërtim dhe shet me 1500 kur mbaron. Dhe ky është fenomen aq masiv sa ne na duket sikur ka shumë kërkesë tregu. Nuk ka shumë kërkesë tregu se ne kaq njerëz jemi. Dhe ky sistem herë ta von do vej në një përplasje të fortë. Nuk ka fondamente. Ajo që po presin gjithë njerëzit normal të këtij vendi është